Deri më tani SPAK ka marrë në pyetje si deklarues 72 shtetas për vjedhjen e të dhënave të hakeruara nga 3 emailët e prokurorëve dhe që i dyshuar është Arnold Rokaj, jashpërndau të arrestuarit tjetër Zambak Gjoni, një ish zyrtar i burgjeve në vend, teksa të dy janë lënë në burg. Apeli pritet të shqyrtojë më 22 prill kërkesën e tyre në një proces me dyer të mbyllura, ku sërish pritet të shqyrtohet urdhri i SPAK për mos publikim të dhënave. Të dy kërkojnë të lirohen sepse thonë që vepra nuk është e rrezikshme dhe po ashtu ata nuk kanë rrezikshmëri, diçka e tillë hidhet poshtë nga SPAK. Informacionet e tërhequra nga emailët e 3 prokurorëve që dyshohet se kishin rinovuar passwordin e emaileve, ndërkohë që kjo kleçk është shfrytzuar nga Rokaj, një specialist për ANIMT, që besohet se mes të tjerash ka tërhequr edhe një dosje për evazion fiskal ndaj zyrtarëve që janë në hetim për korrupsion dhe shpërdorim detyre. Menjëherë sapo i ka përfituar këto të dhëna, Rokaj ja ka përcjell Gjonit, duke i thënë shiko çfarë gjeta, ndërsa kur janë pyetur nga grupi i hetimit, Rokaj ka këmbë ngulur se hakeroi emailët nga kurioziteti, kurse Zambak Gjoni ka insistuar se nuk e dinte rëndësinë e materialeve hetimore, një version që është hedhur poshtë nga SPAK, për sa kohë Gjoni është dhe jurist dhe mban licencën e avokatit. Kur hetimet po zhvillohen për 3 vepra si zbulimi i akteve sekrete dhe ndërhyrje në sistemin kompjuterik, secili nga të dyshuarit është shfaqur i penduar përpara gjykatës, nuk dihet ende nëse ata do të flasin më tej. SPAK po heton edhe për një grup kriminal për të zbuluar kush gjendet pas 2 të arrestuarve.